Thirrje publike. Prokurorit e Tiranës Arend Shela dhe Suela Sollovacit që shkojnë ta shohin dosjen time nga afër. Se prokuroria që ka çështjen time, Esmeralda Keshi, po mbron kriminalet e tokave, që i kom qu shumë letra dhe kom marrë vetëm 2 përgjigje. Një përgjigje është me 30/9/2025 edhe tjetra është me 2025 që thot vetëm ja ku e kini ta shifni se thot që është në vim procesi im. Nuk më thot që hetimesh janë bo, çfarë bohet, por këto nuk më sjellin asë një përgjigje. Prokuroria e Tiranës vetëm është në hetim. Se çfarë është bo, ka 2 vjet e ca me këtë prokurore, nuk thot asgjë. Edhe Arend Shela dhe Suela Sollovaci po mbrojnë kriminalet e tokave. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po mbrojnë prokuroren Esmeralda Keshi dhe Arekli Koçollarin, Sami Sulën e të tjerë, që i ka të gjithë në dosje. Ja ku janë gjithë, edhe letra si ka qua Afrim Shehu me pika me gjitha, ja ka kur për hetim në policinë e shtetit që e ka pas Drinush Kosta, por kom qu edhe letra në Prokurorinë e Tiranës që hetimin nuk e du ta bëjnë në Prokurorinë e Tiranës me oficerët gjyqësor, po të bëhet në policinë e shtetit në Lundër, ku kom bo kallëzimin me Drini Kostën. Se këto mi kanë marrë letrat dhe ke këto dua hetimin. Ja ku janë gjithë edhe pyetjet si më ka bo oficeri gjyqësor i Lundrës, Mentor Kullolli, që edhe ky e mbrojti Arekli Koçollarin dhe të tjerët, por mori dekoratën me Trombullaku e qoj në portin e Durrësit. Kjo është policia e shtetit që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë bashkë me Prokurorinë e Tiranës. Prandaj, ja ku i kom të gjithë letra, kom e letra tjera, këto si janë ma kryesore, si kom bo kallëzimin, unë kom lënë gjithë letrat, si i kom dërzu ke bledar, ke policia e shtetit Mentor Kullolli, por kur kom bo këto, Mentor Kullolli nuk mi mori me rregull si që duhen letrat. Unë shkova ke shefi i komisariatit Altin Lila dhe o dha urdhën Mentor Kullollit që të merren flet për flet që kom dërzu unë. E boni Mentor Kullolli dhe nuk ka vun emrin e vetë, po ka vun emrin e Drini Kostës. Ka hudh firmën për Drini Kostën. Kjo është policia që po bën krimet këtu. Prandaj do të shoh që prandaj kjo prokurore mu duhet më thirri pa tjetër të bëj takim me mu. Se as janë gjithë letrat e mia, ose i kanë zhduk.
se hetim nuk po bëjnë fare, po na çojnë drejt vetë gjyqësisë, por Arançelës i thomë, shko shife dhe mas shloni letra halvaxhish. Si jam në proces vim dhe do t'ju njoftojmë, thot, kur marroj procesi gjyqësor. Kur marroj procesi gjyqësor, pse nuk mi jep mund të gjitha çfarë është bo, që kërkom kërkuar në letër, edhe për takim me prokuroren Esmeralda Keshi, edhe për këto Suela Sollovaçi dhe Bledar Suela Sollovaçi dhe prokurori Arançela po mbrojnë kriminalet e tokave dhe prokuroren që ka çështjen time Esmeralda Keshi. Kjo është prokuroria e Tiranës që nuk mbin as ashu, kur shkoj ke avokati i popullit, edhe avokati i popullit i kemi qurë përgjigje, thot Halim Shehit. Këto letra do shkojnë të gjithë, do i çoj ke avokati i popullit prap. Se prokuroria e Tiranës po na çon drejt vetë gjyqësisë. Unë i kam letrat gjithë, s'mund bojnë asnjë lloj firme, po shkum ke vetë gjyqësia, aty do të hapet pastaj, se vetë gjyqësia bëhet me sekonda, po nuk pa drejtësi. Prandaj i thom Arançelës, kontrolloj se ke drejt me shku me i kontrollu qop inspektor për ta kontrollu këtë dosje, se çfarë bëhet me dosjen tonë, mas bjer letra që të thot ajo prokurore, pa shko verifikoje dhe çoje Suelën Sollovaçi, mas të rri ju i ngrini këto si mbrojnë kriminalet, i boni me detyrë të lartë. Prandaj Suela Sollovaçi një ditë do japi llogari për krimet që ka bo vetë, që ka mbrojt gjithë këtë vjedhje të Bashkimit Evropian në qendrën e Petrelës, që nuk ka bo asnjë lloj hetimi. Kjo është prokuroria e Tiranës që i çojnë letrat dhe i mbrojnë gjyqtarët, po të shi gjyqtarët janë botë mençëm, se nuk shkon gjyqtari të dënohet për krimet e këtyve prokurorëve. Prandaj onda kjo e sap. Prokuroria e Tiranës po me Arançelën dhe Suela Sollovaçin dhe Esmeralda Keshin po mbrojnë kriminalet e tokëve. Arekli Koçollari si ka ardhur nga Piçki i Somës dhe ka ardhur në o bo banor në Petrel duke vjedhur tokën me bregtarin e Petrelës Ylli Kupin, Isni Kërçikun, Ilmi Agën, kryeplakun e fshatit. Kjo është prokuroria që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, 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 drejtësi. Jo vetë gjyqësi, jo vetë gjyqësi me këto kriminella. I bëj thirrje dhe gjithë ambasadëve që ndodhen në Tiranë. Ta shikojnë këtë çështje në prokurorinë e Tiranës. Dhe i bëj thirrje dhe ambasadës amerikane që ta shikojnë këtë, se prokuroria e Tiranës Arançela dhe Suela Sollovaçi po na çojnë drejt vetë gjyqësisë, duke mbrojtur kriminalet e tokëve. Nuk i kontrollojnë Arekli Koçollarin, Somi Sulën e të tjerë. Çfarë ka në dosjen time si kom bo kallëzimin penal? Po qenë jo të vërtetë, rrenë për mu, prokuroria të hapi hetim për mu, për kallëzim të rrenë, dhe të shkoj unë përpara drejtësisë dhe të dënohemi me burg përjetshëm. A mua, po qenë të vërteta, këto prokurorë
një ditë do japin llogari kur të bëhet vetë gjyqësia. Unë po ju lemroj, po duroj, po pres, a ka drejtësi, as ka, se gjykata po i kthe të gjithë dosjet e mia, po i kthe për hetim prap në Prokurorinë e Tiranës. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, jo me këto kriminalet të prokurorisë, si Arançela, Soela Sollovaçi dhe Esmeralda Keshi që po mbrojnë kriminalet e tokëve në Petrel. Mos i bëj një thirrje publike prap Arançelës, shikoj se mos shkojmë ke vetë gjyqësia ose se ke edhe ti fëmi, do vi dita se edhe fëmijët e tuaj do qajnë një ditë. Me që po mbroni këto kriminella, prandaj jep verdiktun tënd me këto prokurorë si Esmeralda Keshi që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Mas thuj edhe avokati popullit i kemi çu përgjigje. Është ma kulmi për këto përgjigje që japin këto prokurorë. Ja ku e keni këtu. Kjo është Prokuroria e Tiranës, Arançela dhe Soela Sollovaçi që po mbrojnë prokurorën që ka çështjen time Esmeralda Keshi. Falenderoj gazetarët e pamfletit net që na kanë hap një dritare për hallet e popullit shqiptar, për krimet që po bëhen në të gjithë Shqipërinë dhe në Petrel. E kam deklaruar që janë të bë krimet më të mëdha dhe po mbrojnë kriminalit e Petrelës, projektarin e Petrelës, Ylli Kupin, Nikër Qikun, kryeplakun e fshatit Ilmi Aga dhe Komisionin Vendor të Titujve të Pronësisë i kom përmend me emra dhe mbi emra. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po na çon drejt vetë gjyqësisë. Zoti e bekoft Shqipërinë nga këto kriminele prokurorë të korruptuar. I bëj thirrje dhe gjyqtarëve të ndershëm, të shikojnë me vëmendje çështjet që i shkojnë nga prokurorët e korruptuar, që mos të shkojnë ke vetë gjyqësia populli shqiptar, po i jepni vendimin e duhur për këto kriminele dhe ktheni çështjet në prokurorit. Si populli shqiptar mos shkoj ke vetë gjyqësia, po të shkojmë ke vetëm ke drejtësi. Falenderoj gjithë gazetarët e ndershëm, si pamfletit, net që na kanë hap një dritare, jo si këto emisionet që nuk morin çështje, i kom çu me dosje me gjitha dhe nuk morin as një, mbrojnë kriminalat. Si ke Klani, ke Sajmir Kodra, kom çu komplet dosjet për Ylli Kupin, vetëm fotokopje si kom bo për atë dosje, por këto e mbrojnë Ylli Kupin, se janë bo gjithë me shtëpia e me villat në Petrel. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi, do vi një ditë drejtësia që do bëhet. Post pat me këto prokurora do ta bëjmë vetë gjyqësinë. Prandaj kërkoj nga gjithë ambasadat që ndodhen në Shqipëri dhe ambasada amerikane që unë do t'i çoj dhe letra për këto çështje si kanë bë. Falenderoj shumë, Zoti e bekoft Shqipërinë. Amen.